Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars ende nuk ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, me energjitë shenjave të ujit dhe me energjitë shenjave të tokës përsëri. Në fillim të javës, ju shoh që ndiheni në dilema, mund të jeni në dilema në lidhje me një dashuri, mund të jeni në dilema në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër mund të jeni midis dy punëve, dy situatave të ndryshme ose dy çështjeve të ndryshme që ju mund të keni. Dhe ju shoh që do ndiheni në dilema sikur nuk do dini çfarë të zgjidhni gjatë fillimit të javës. Në mesin e javës shoh që ju mund të ndiheni në dilema në lidhje me një person, një shpirt binjak, mund të jetë një person nga e kaluara juaj, për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ndiheni në dilema me fëmijët tuaj. Edhe pse shoh që ju do t'i mbështesni shumë fëmijët tuaj, përsëri mund të ndiheni në dilema me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të takoni një person dashamirës nga e kaluara juaj dhe do ndiheni shumë mirë në mes të javës. Do keni ëndra, do keni iluzione në lidhje me çështje dhe me situata të ndryshme. Dhe në fund të javës shoh që do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, me një person që është shpirti juaj binjak. Dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që janë në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie, ju edhe pse ndiheni në dilema në fillim të javës, në fund të javës ju do kuptoni që ky person është shpirti juaj binjak dhe ju keni një lidhje të ngushtë me këtë person. Për pjesën tjetër, do jeni duke kërkuar një mundësi në lidhje me një person nga e kaluara. Ndërsa për disa të tjerë shoh partneritete, ju mund të jeni në një partneritet, del dhe një diçka tjetër, një bashkëpunim ose një partneritet tjetër, dhe kjo do të bëjë që ju do jeni duke menduar rreth kësaj oferte që do t'i vijë. Mund të jetë një ofertë në lidhje me një punë, mund të jetë një person nga e kaluara që ja u ofron këtë punë. Ndoshta për të rritur të ardhurat tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jeni duke menduar në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me çështje nga e kaluara juaj, sepse shoh rikthim të disa situatave nga e kaluara juaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por në mesin e javës shoh që dëshironi të lini diçka mbrapa për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Dhe në fund të javës ju shoh që futeni me ëndrave dhe iluzioneve. Jeni duke menduar rreth një personi, edhe pse shoh që nuk e di, por disa prej jush mund të largoheni nga një person për të marrë një drejtim më të mirë për vete, dhe shoh që do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, dhe ju do jeni duke ëndrruar rreth një personi të saktuar. Gjithsesi kjo është për pjesën e beqarëve, për pjesën tjetër shoh që do mendoni shumë seriozisht në lidhje me lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndoshta ju dëshironi të jepni një drejtim më të mirë marrëdhënieve, njohjeve, por edhe në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike. E shoh shumë fort nga ana ekonomike. Do jeni në një pozicion shumë të mirë ekonomik, do jeni duke menduar, ndoshta duke pasur disa para, do jeni duke menduar për të hapur diçka, ndoshta një biznes, një partneritet, një bashkëpunim. Dhe në fund të javës
do keni oferta dhe mundësi pa fund, si në lidhje me punën, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, sepse ju shoh që ju dëshironi vërtet të jepni një drejtim më të mirë anës tuaj ekonomike dhe ju do kapeni mbas një oferte që vërtet ja vlen që ju të investoni diku. Shoh që do të tregojeni dhe pak ndrimtar gjatë fundit të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, me energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të tokës. Atëherë, në fillim të javës shoh ose ju do jeni shumë sekret, se ju shoh që po ndëroni rreth një personi, ose do zbuloni një sekret në lidhje me këtë person. Do zbuloni diçka në lidhje me një konkurrencë. Ky person mund të jetë një person që ka dhe persona të tjerë ose ka dikën në jetën e tij, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që do t'ju lëj shumë të trishtuar. Shoh që për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje, ndërsa për pjesën tjetër mund të zbuloni një sekret, aty do lindin disa tensione, konflikte në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe ju do mendoni që po e humni këtë person. Do ndiheni sikur ju mungon një dashuri, ju mungon ky person, por shoh që këtu ka disa ose një lloj konkurrence në këtë dashuri, ose do ketë disa tensione, disa konflikte, por mund të jetë dhe një konkurrencë ku për këtë person luftojnë dhe persona të tjerë, dhe ju ndjeni që këtë person e keni humbur, sepse shoh që do zbuloni diçka, një të vërtet, një sekret, ose ju do ta ndiqni, mund ta ndiqni këtë person ose dikush ju ndjek në mënyrë sekrete dhe kupton që aty ka një konkurrencë të fortë dhe ju do ndjeni që po e humbisni këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që mund të mësoni një sekret të vendi punës, në lidhje me një lloj konkurrence që ka te puna, ose mund të lindin dhe disa tensione aty. Ju mund t'i ndiqni pak në mënyrë të fshehtë dhe shoh që do ndjeni që edhe ana tuaj ekonomike është në rënje. Do ngeleni si pa para në fund të muajit, do ndjeni të trishtuar, do mendoni që për dështimet që mund të keni pas në jetën tuaj, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, ju shoh shumë të lodhur fizikisht, një pjesë tjetër, por për disa të tjerë duhet kenë kujdes në lidhje me shëndetin e tyre. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, me energjinë e shenjës së demit dhe kemi energji të shenjave të zjarit. Atëherë, ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi unë shoh që do jeni shumë festiv, do dilni nga kjo energji mungesash, ndoshta ju mungon dashuria, ju mungon dhe do thoni unë do argëtojmë, të ndihem mirë, dhe fillimi i javës 4 ju gjen nëpër festa, duke festuar në grupe shoqërore. Për pjesën e beqarëve, shoh që mund të njihni një person aty ku mund të shkoni, ndoshta të dilni të argëtojeni me grupe njerëzish, por jo me grupe të mëdha, dhe aty mund të jetë një person që të rriqet nga ju. Dhe në mes të javës do mendoni të keni një takim me këtë person, shoh që do dëshironi të keni një romancë me këtë person. Për pjesën tjetër, ju shoh që mund të keni festime në familje, me fëmijët tuaj. Në mesin e javës ju shoh më të konsoliduar në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe do keni momente romantike në njohjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni. Për një pjesë tjetër, do keni kontrata të rëndësishme dhe këto kontrata do t'ju afrohen nga një person që ju mund ta njihni nëpërmjet një shoqërie. Mund të jeni duke dalë aty, njihni një person, dhe mund të jetë një person që mund të pyeteni çfarë pune bën ti, çfarë pune bëj unë, dhe aty mund të lindi një partneritet. Është një partneritet shumë i bukur, është i mbrojtur nga universi, nga energji më të larta, dhe shoh që do lidhni në mesin e javës, lidhni një kontratë. Dhe në fund të javës ju shoh në lëvizje me shumë pasion në lidhje me punën, jeni në kërkim të anës ekonomike, por ndërkohë shoh që mund të keni dhe udhtime. Mund të jenë udhtime të shkurtra ose mund të jenë edhe udhtime të gjata. Gjithsesi, është një muaj fantastik
pavarësisht dilemave që mund të keni, largojeni nga çështje, persona, situata që nuk ju shërbejnë për të marrë një drejtim më të mirë, ëndrroni, duhet keni kujdes në lidhje me diçka, me një sekret që do zbuloni, me një konkurrencë që mund të jetë në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por gjithsesi java e 4 është shumë më pozitive në lidhje me ju. Dhe marrim një mesazh nga ai dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëre, kemi kartën e hënës. Dhe ju thot, duhet shikoni gjërat që ndodhin mbas shpinës tuaj, ose duhet shikoni persona, sepse unë shoh këtu që ka gjëra që ju do t'i zbuloni, disa sekrete që do zbuloni në lidhje me një konkurrencë, në lidhje me një dashuri. Ka të bëjë shumë dhe me anën psikologjike tuajën. Dhe kjo gjë do t'ju vështirësoj pak, si në lidhje me personat që mund të futeni në njohje, me një person që mund të futeni në njohje, do zbuloni diçka aty dhe kjo gjë do t'ju lejë, do të duket sikur ju mungon kjo dashuri, ky person, por do çlirojeni shumë shpejt nga këto situata. Dhe largoni frikrat thot. Dhe mendimet që keni dhe ju mbajnë mbrapa thot. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Sepse diçka do ndodhi aty thot. Prandaj mundoni mos të tregojeni të vështirë dhe braktisni frikrat që ju mbajnë mbrapa. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën tuaj, ku mund të ndjeni një lloj konkurrence. Gjithsesi unë shoh që dikush do t'ju ndihmoj në lidhje me një kontratë tjetër, te vendi punës, me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, mund të kenë lidhje dhe me pjesën e dokumentave për një pjesë prej jush, ose sepse e shohim këtu, ose në lidhje me çështje të ndryshme, me studimet ose edhe me pjesën shëndetësore. Gjithsesi është një periudhë sepse jemi te energjia e hënës ku ka paqartësi, ka frikra emocionale, thjesht braktisni këto frikra që keni, sepse këto frikra që keni brenda vetes ose paqartësi ju mbajnë mbrapa thot. Atëherë, gjithsesi, ky si mesazh është një mesazh që ka një kuptim shumë të madh. Nëse ndiheni në këto situata, atëherë largojeni nga mendimet sepse thjesht ju mbajnë mbrapa këto situata që mund të kaloni gjatë këtij muaji. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbasditë të këndshme, një fundjavë sa më të këndshme për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ftoj edhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, dëgjojmë te videot e radhës.